dhe kemi dy problematika kryesore. E para bëhet një rrethonjë apo një tepsi e madhe e cila përzihet me oriz, me sheqer, me pare, me karamele, edhe kjo pastaj kur del nusja e hedhin. Kjo ideja është që gjasë me jetat të shkojnë mbarë dhe mirë. Këtu kemi hyrë në idhujtari. Kemi të bëjmë me besytni. Pse? Se nuk kanë karamelet e nuk është sheqeri që da bëjë jetën mbarë. Është tu. Din ato të jetojnë apo nuk din të jetojnë. Prej besytnive është çelja e rrugës, ose përpara, ose mbrapa, ose në të dyja rastet me raki. Pse e bën këtë? Se i kam pyet, po pse e bën këtë? Thotë që nëse ka magji të digjet magjia. Kjo është e kundërta komplet. Nëse ka magji dhe ti hedh raki, e ke zhvilluar edhe më shumë, edhe e ke forcuar më shumë. Prej besytnive ose prej këtyre problematikave është ose që qahasim, është thot nusja kur vjen ke shtëpia për herë të parë, urdhërohet që t'i fusi gishtat në mjalt dhe të lyj derën fillim, domethënë, edhe anash kështu. Dhe kjo është idhujtari. Pse se nuk është mjalti që ta bëj jetën mjalt, po është sjellja, edukata, komunikimi, është mënyra se si ju do të kaloni me njëri tjetrin ajo që e bën jetën mjalt. Pra, janë disa gjëra që duhen eliminuar dhe duhen zhvilluar gjërat normalisht, pa pas nevojë dhe në përgjithësi, sa herë që ju thon, boni këtë se është mirë, mos e boni këtë se është keq, dijeni se ka falsitet aty brenda. Edhe largoni prej këtyre gjave se gjuna, domethënë, në një ditë gëzimi, në një ditë mirësie, domethënë të bësh paganizëm apo të bësh besytni. Kur derdhet në pije, thonë mos do bë kanë shër gjithë jetën. Domethënë nuk marrojnë rrini qetë se nuk ka ose thon për shembull nusja duhet thyr diçka. Po, thym poça vazo që të shkoj aty sherri gjasmë. Gjasmë të shkoj sherri aty. Gjithë këto janë besytni, shirk i vogël, pra, domethënë konsiderohet idhujtari, formë idhujtarie